Naim Tërnava me të kthyer nga Brukseli, ku ka pasur takime me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Parlamentit Evropian, deklaroi se disponimi i Brukselit është i mbështes institucionet e vendit tonë. Diversiteti fetar në Kosovë vlerësohet pasuri, ndërsa çështja së liberalizimit të vizave duhet të prijë përmbushja kritereve evropiane nga institucionet e Kosovës. Myftiju i Kosovës Naim Tërnava me të kthyer pas vizitës që i bëri Brukselit njoftoi se kishte pasur takime me Pierre Mirel nga Komisioni Evropian për Zgjerim, Jonas Johnson, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Evropian, si dhe me administratorën e Komisionit të Parlamentit Evropian për çështjet e jashtme, Eva Mar, me të cilët ka biseduar për synimet e vendit tonë për integrim në Bashkimin Evropian. Vetëm rastin që t'ju shprehim vizionin tim të qartë se Kosova është pjesë e pandarë e Evropës dhe se synimi jonë i të gjithë neve, pavarësisht besimin që kemi në Kosovë, jemi orientuar ka Bashkia Evropiane, Bashkia Islame e Republikës së Kosovës, është në gjendje që të marrë përsipër përgjegjësinë që i takon, duke patur në hatër se jemi ata që përfaqësojmë numrin më të madh të besimtarëve të besimit islam në Evropë, ndaj edhe përgjegjësia edhe morale mbi ne. Toleranca fetare është pasuri e Kosovës, ndërsa shembull për vendet evropiane, thot Naim Tërnava, i cili ka kërkuar nga zyrtarët e BE-s liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Ju bëm me dije se ne në vazhdimsi në shekuj kemi patur dhe kemi një tolerancë jashtëzakonisht të madhe, duke i bërë me dije se begatia më e madhe e kombit shqiptar kudo që ata jetojnë, është toleranca dhe respekti i besimeve në mes të vete. Ne jemi ata që kërkuam të madhe edhe lehtësime të shumta karshi liberalizimit të vizave për shqiptarët në Kosovë, dhe se është e padrejtë që të mbeten vetëm shqiptarët jashtë mundësisë së qarkullimit të lirë brenda familjes së madhe evropiane. Myftiju Tërnava veç tjerash ka kërkuar nga zyrtarët e BE-s që mos investimet të jetë çështje e cila duhet të rregullohet edhe në vendin tonë sikurse në Evropë, me që ndjehemi pjesë e saj.